Bismillahirrahmanirrahim. Çfarë duhet bëj muslimani kur qëllon në një ditë të vetme dhe bajrami dhe namazi xumas? Fillimisht, le t'i kthemi sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, siç transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Nu'man ibn Bashiri, i cili na tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur qëllonte ditë bajrami, pra namazin e bajramit, ai këndonte në rekatin e parë surën El A'la, kurse në rekatin e dytë surën El Ghashiyah. Pastaj thonte Nu'man ibn Bashiri, idha ijtama'a el-Eid wal-Jumu'a fi yawmin wahidin yaqra'u bihima fi salatayn. Kur qëllonte, pra në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në të njëjtën ditë, namazi i bajramit, ashtu dhe namazi i xumas, i këndonte të dy ato sure në të dyja namazet, pra në namazin e bajramit dhe në namazin e xumas. Të njëjtat sure, thot Nu'man ibn Bashiri. Nga kjo kuptohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur qëllonte bajrami dhe xumaja në një ditë të vetme, ai falte të dyja namazet dhe nuk toleronte të kjo pjesë duke thënë se është vajib apo nuk është vajib, domethënë çlirohet nga një muslimani nga një namaz apo jo. Është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të falet namazi i bajramit dhe të falet namazi i xumas në të njëjtën ditë me xhamat, sikur transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Por, përse disa njerëz ndoshta e kanë keq kuptuar duke menduar se nëse qëllon bajrami dhe xumaja në të njëjtën ditë rrezohet xumaja dhe nuk është më detyrë, madje disa njerëz nuk e falin as pak, nuk është më e nevojshme të falet xumaja sipas mendimit të tyre. Për këtë, shikojmë mendimet e dietarëve, për shembull në medhhebin Hanefi, medhhebin Maliki, medhhebi Shafi dhe shumica pra ulemave të tjerë dhe fuqahave të tjerë mendojnë se xumaja është pjesë e origjinës e cila nuk duhet lënë, sikur transmetoi Muslimi në hadithin që përcollëm se pejgamberi alayhi salatu wasalam në një ditë të vetme ka falur bajramin, ka falur dhe xuman. Mirëpo, Imam Ahmedi për shembull ka një mendim tjetër ku thotë se mund të rrezohet xumaja nëse muslimanët kanë falur namazin e bajramit dhe medhhebi Hambeli mendojnë kryesisht ajo që përcjellet pra e ka detyrë imami të falet, por xhamati është i lirë, duke menduar duke shkuar te ky mendim sipas hadithit të Ebu Hurerës që e përcjell Imam Ebu Davudi në Sunenin e tij, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam në një ditë që përkoi bajrami dhe xumaja, pasi fali namazin e bajramit, i dha leje njerëzve që tu thonë pra ata në dëshirë, kush dëshiron të fal xuman, le ta fal, kush nuk dëshiron të mos fal xuman, le të mos falet. Pastaj thot: "Wa inna mujammi'una insha Allah", kurse ne do ta falim xuman me lejen e Allahut xhelle xhelalu në dash Zoti fuqiplot. Pra në fund pejgamberi alayhi salatu selam çfarë tha? Ne do ta falim xuman. Kur thot ne, nuk ishte çështja vetëm tek ai si profet, por ne, kategori e veçantë e njerëzve, dhe kur u thot disa njerëzve të tjerë që ju mundeni mos ta falni xuman, atëherë i kanë ndarë njerëzit në dy kategori. Dhe cilat janë këto dy kategori? Vjen një transmetim tjetër në Muwatta'an e Imam Malikut përcillet se pejgamberi alayhi salatu wasalam i është drejtuar një kategori të veçantë që të mos ta falin xuman. Ata ishin thot min ehli al-aliya, ata fshatra të cilat ishin rreth e rrotull Medinës, por jo për banorët e Medinës. Për sa i përket banorëve të Medinës, vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka tubuar njerëzit dhe kanë falur bashkarisht edhe bajramin në mëngjes, por kanë falur dhe në kohën e drekës, pra kanë falur dhe namazin e xumas. E njëjta gjë ka ndodhur në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, kur ai ishte halife, ishte prisi i besimtarve, qëlloi në një ditë të vetme namazi i bajramit, ashtu dhe namazi i xumas. Dhe thot ata që kanë ardhur min ehli al-awali apo min ehli al-aliya, nga fshatrat rreth rrotull Medinës dhe nuk janë banor të qytetit Medinës, kanë ardhur të falin bajramin. Tani pas bajramit mund të presin xuman, ndoshta edhe mund të mos ta presin, pra janë të lirë të kthehen në shtëpitë e tyre, pra nuk e kanë detyrë më xuman. Ndërkohë ne do ta falim xuman ashtu sikur e fali pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra, po ta marrim çështjen si e ka kuptuar profeti dhe si ka realizuar dhe praktikuar këtë çështje. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ai e ka falur xuman, bajramin fillim ka falur dhe xuman. Ashtu dhe Uthmani më vonë e ka falur bajramin, e ka falur dhe xuman. Dhe nëse dikush ndoshta nuk bindet, mendon se
rëzohet xhumaja, po të paktën zbatoj sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, le të fal Bajramin, po le të fal dhe xhuman, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka falur, ashtu dhe Uthmani pas tij, ashtu dhe plot muslimanë dhe prijes të tjerë në përshekuj. Mirë po, siç bëjnë disa njerëz duke menduar se namazi xhumas është rrëzuar dhe të paktën nuk zbatojnë as sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk është kjo tradita e profetit, andaj dhe shikojmë shumica dietarëve kanë thënë që është detyrë xhumaja të falet në kohën e vet, edhe pse është në të njëjtën ditë kur është falur namazi i Bajramit, ose së paku le ta zbatojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku të falim namazin e Bajramit dhe namazin e xhumas, edhe pse kanë ndodhur, pra i janë që të dyja në një ditë të vetme. E lutim Allahun xhelle xhelalu na fal, na mëshiroj, të pranoj namazet tona, të na pranoj Bajramin ton, të na pranoj xhumat tona, të na pranoj gjithçka që ne ja dedikojmë Allahut të Madhërisëm. E rëndësishme është mos përçahemi në zemrat tona. Walhamdulillahi rabbil alamin.